Gjykata e Elbasanit ka lënë në burg Nevzat Spahon, i dyshuar si bashkëpunëtor për vrasjen e biznesmenit Edmond Mohala, gjyqtari Elis Dine, ra dakord me prokurorin Gjergj Ceka, i cili kërkoi arrest me burg për 29 vjeçarin, i njohur për policinë si person me precedent të theksuar kriminal. Ende janë të përqarta lidhjet e Spahos me biznesmenin nga Elbasani, por në gjurmët e tij çoi makina e cila u përdor në momentin e ngjarjes dhe më pas u dogj pranë fshatit Morak të Librazhdit. Më herët gjykata vendosi gjithashtu të lërë në burg Gjino Agon, ortak i biznesmenit Mohala, gjithashtu i akuzuar si bashkëpunëtor në krim. Dëshmitë e familjarëve të Mohalës për marrëdhëniet shumë të mira familjare mes dy ortakëve, duket se nuk e kanë bindur gjyqtarin Elis Dine. Në mas siguria arrest me burg, gjykata la edhe 52 vjeçarin Kujtim Pisha, babai i 2 fëmijëve, roje në objekt, pranë të cilit ndodhi ngjarja, i akuzuar për mos kallëzim të krimit. Nga ana tjetër, policia vazhdon punën për arrestimin e 2 personave të shpallur në kërkim, po ashtu të dyshuar si bashkëpunëtor në vrasje. Mondi Mohala, i njohur si Edmond Hyka, u qellua me 3 plumba pistolete në kokë, mbrëmjen e 30 dhjetorit, ku mbeti i vdekur në vend. Kamerat e sigurisë treguan se atentati u krye nga një person i vetëm, i cili më pas u largua me një mjet tip Audi në drejtim të Librazhdit.